Nuk di ta përdor. Për këtë arsye ka ardhur e shoqëruar nga një e afërme e saj, e cila e afërmja e saj ka votuar më përpara, por që nuk lejohet që ta shoqëroj këtë të moshuar. Për më tepër do doja në fakt kryetari i kësaj KZAZ-je të më shpjegonte se pse ndodh kjo gjë dhe pse nuk lejohet ta ndihmoj të afërmen e saj të moshës së tretë. Po, sipas ligjit është që duhet të votojë. Duhet të ndihmoj një person familjar. Familjar ishte vajza që erdhi pak më parë. Ka votuar në një qendër tjetër, ose duhet ta ndihmoj një person i cili është në radhë. Person jo i familjes? Jo i familjes. Lejohet kjo gjë? Lejohet, me ligj, ai që është mbrapa, me deklarat, duhet ta ndihmoj. Zonja e moshës së tretë, nëna nuk pranoi që të merreshe ndihma nga një person tjetër i cili erdhi këtu pak më parë. Si do procedohet? Atëherë duhet vi një person familjar që nuk ka votu, që të votojë. Zonja është ende duke pritur aty në këtë moment. Në fakt unë do doja Ola ti shkëpusja një prononcim. Me kë erdhët ju zonjë këtu për të votuar? Punatit. Me atë erdhi e ama përpara, pa tash erdha unë, beltoja dhe ajo. Po. Ajo kishte votuar pak më herët? Po, votoj, por të shoh unë që se ka njerëz sa shkoste, dhe ajo më shumë është 70 vjeçe. Nuk duhet të mbahem, prandaj. Ju më herët kush ju ka ndihmuar në njësi numër 10 që keni votuar elektronikisht pasi dhe më herët ka qenë ky votim? Unë jam në 10 vjeçë tash, me noti parë 4 vjet, ka qenë lagja tonë që na njihshin njëri tjetrin. E njihshin njëri tjetër. Jam i po marrë këtë djalin, këmëshiku. Po marrësh një djalë të panjohur për të votuar? Ja, ky. Ta marrë këtë. Unë i thash atij. Ju jeni dakord që të vi një person i panjohur për t'ju ndihmuar për jam gocën time, unë kam gocën time, po s'ka gale. S'jam dakord me një buje, pse? Vetë votash më qeft. Apo jo? Po ku me kë lik folet ti me Vaselikën tua? Si do të procedoni në këtë moment? Do të vi zotria dhe do të vazhdoni? Jo, le të vi zotria, hajde vazhdojmë. Do të vi zotria. Do të shohim Ola, do vi një person i panjohur për të ndihmuar nënën në këtë moment. Djali ju kush jeni, ju lutem? Unë jam një komshi. Një komshi. Do ndihmoni zonën. Patjetër, nëse është mundësia më një mu, pse mos më një mu. Ju nuk keni votuar më përpara. Ja. Është bërë dhe një deklarat, mund ta shohim pak të lutem në deklaratën? Që i ndihmojnë është deklarata i personit që është në fjalë që voton pasardhësi, dhe ja ku ka deklaratën këtu të firmosur dhe të vullosur dhe mund të ndihmojë zonjën. Kështu është proceduar gjatë gjithë kohës? Po, patjetër. Ja të gjitha me deklaratë. Në listën e zgjedhjeve, fëmia nuk ishte në listën e zgjedhjeve të kësaj njësie. Ka votuar.